në kena hi me pretendimet tona dhe pretendent direkt, dhe jo pretendent për play-off, po pretendent për të kap vendin e parë. Në kena drejt me marrë 5 lojtarë nga ekipi i parë, por në kena bëhet kundërtën, kena çu 4 lojtarë deri te shteti e ekipi i parë me kontrata, sepse kjo është edhe motivacioni i përbarjes të klubit Vllaznia, stafit dhe presidentit, sepse motivi është dy gjana. Me sjell lojtar nga B-ja te ekipi i parë me kontrata profesioniste, dhe ashtu me gjithashtu me dalë në kategorinë e dytë, që janë dy objektiva që ne kena vu vetit për t'i arritë të dyja. Janë lojtarët me kontrata, me rroga shumë të mira dhe predispozicioni ndaj presidentit dhe stafit në përgjithësi, edhe nga trajneri i ekipit parë Di Martini, po ashtu nga drejtori Sinani, po ashtu edhe nga ana e juaj dhe presidentit, gjithë serioziteti është vu në shërbim të vllaznisme. Ne do na fitoret me lojë të bukur, sepse këto sportista këta janë lojtarë të ekipit të parë, po B, që këto duhet të shfaqin vlerat e tyre më të mira dhe lojën profesionale.